Në 4 qarqe dhe 14 bashki të veriut të Shqipërisë ka nisur programi për rijetësimin e kullave dhe përfshirjen e tyre në zinxhirin e turizmit, një nismë që lidhet trashëgiminë, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ministri i Turizmit, i Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, tha se institucioni që ai drejton po ndërmerr një qasje të re për rijetësimin e kullave tradicionale, duke i trajtuar ato jo vetëm si monument kulture, por edhe si hapësira funksionale dhe të gjalla të integruar në zhvillimin turistik, kulturor dhe ekonomik të zonave ku ndodhen. Programi shtrihet edhe në qarkun e Kukësit në 3 bashkit dhe synon kthimin e kullave në bujtina, qendra kulturore, muze lokal dhe pika edukimi si pjesë e itinerareve turistike që ofrojnë përvoja autentike për vizitorët vendas dhe ndërkombëtar. Sipas ministrit të Gonxhe, kjo ndërhyrje synon të kontribuojë në ruajtjen e trashëgimisë, forcimin e identitetit lokal dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim të qëndrueshëm në komunitetet përkatëse. Ministri Gonxha informoi se në këtë kuadër është përgatitur një pyetësor informues, i cili shërben për mbledhjen e të dhënave mbi gjendjen aktuale, historinë dhe potencialin e kullave tradicionale në këto zona si bazë për planifikimin e mëtejshëm të ndërhyrjeve. Rijetësimi i kullave bëhet pjesë e një strategjie më të gjerë që synon krijimin e itinerarit kulturor dhe turizmit malor që do të lidhë zonat e verilindjes përmes historisë, artit dhe natyrës së paprekur, duke ndërtuar një rrjet të qëndrueshëm përvoje turistike që zgjat gjatë gjithë vitit.